Besimtar nuk e konteston asnjëherë nështrimin. Betejë ti nuk duhet me kon tek nështrimi. Betejë e besimtar nuk duhet me kon tek zbatimi. Jo këtu me për betejën. Betejë ti duhet me kon tek perfeksionimi, tek cilësia, që në bëso ma mirë, që aty të me kon. Jo, po kur ti pranon që betejë me kon, a pengoj Zotin, a s'pengoj, a po falla, a s'po falla, atë betejë është shumë mrena shtëpisë tonë, rreziku që komplet më rrezu tani jeta jote. Duhet me që betejën më largë, më largë. Që e betejën të cilësia, që e betejën të perfeksionimit, të kvaliteti. Mos leja që beteja me shejtanin, me nefs më zhvillu tek sasia, jo atje. Sasia të me kojnë punë e kryme. Po veprojmë të çdo ditë, e lëvizim ku në bazën e perfeksionimit, cilësisë, më të mirë, gjithmonë. Flasëm më mirë, adhurojna më mirë, bëjna më mirë. Ç'kjo është beteja jonë? Mirë, beteja me konë, për shembull për një obligim me kry. Një haram me elon. Një motër muslimane falit që sa kohë e din që obligim e ka shamin, halon beteja s'po dhja me qitë. Ç'ka në të beteja? A ka thonë Zotë Gjellewala, kryje, e tash beteja është për te zbatimit. Beteja të cilësia, me konë sa ma mirë, sa ma devashëm, sa ma sinqert, dallon përpjekja për me konë më i mirë, dhe në vazhdimësi je pjesë e betejes, apo? Dhe në kohë të përpjekjeve bën gabime, edhe dorëzimi ka shi gjendjes që pastaj sjell gabime. Dallon për shembull të ndëllëzër, aja që kemi të sekë të galuarën, kur Imam Maliku ka thonë për pyetje që kanë pyet, ka thonë për 16 pyetje ka thonë nuk di, për 4 ka thonë di, 20 pyetje kanë bërë dietar alamet me përmasa globale të asaj kohë dhe këtë kohrave. Ja kanë bërë 20 pyetje, ka thonë për 16 ka thonë nuk di. Edhe unë e ti për do pyetje nuk di. A është nuk di e jam e jote si Imam Malikut? Jo, nuk është vëllazënia, nuk është çfarë. Nuk di e ti ka qenë nga dija, por nuk ka qenë i sigurt mjaftueshëm me don përgjigje. Nëse nuk di unë është nga ignoranca, dallon shumë. Edhe mëkati i besimtarit nga përpjekja me kon më i mirë, dallon nga mëkati i atij që e ka normalizuar mëkatimin, e ka arsyetuar rënien dhe bashkëton me gjunohen, dallon këtu me ato.